Shënohen 8 rastet të sëmundjeve ngjitëse nga mushkonja, të gjitha rastet janë qytetarë që kanë udhëtuar në vendet afrikane. Epidemia në Gostivar po normalizohet, por ekziston rreziku i paraqitjes së viruseve pas fazës akute. Bloku politik shqiptar në opozit dhe pushtet janë përplasur për ligjen për përfaqësim të drejtë. Ekspertët ekonomik vlerësojnë se vendit i duhet strategji për të përballur me kriza që vijnë nga konfliktet globale. Shëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Në Maqedoninë e Veriut, kohëve të fundit janë regjistruar 8 raste të sëmundjeve ngjitëse nga mushkonjat. Ministria e Shëndetësisë u ka bërë thirrje qytetarëve që udhëtojnë në Afrikë dhe Oqeanin Indian, prej nga edhe kanë ardhur raste të malarias që të kenë kujdes të madh. Ministria po vëzhgon 4 sëmundje të transmetueshme nga vektorët malaria, denga, zika dhe ethet e Nilit perëndimor. Ushqimet në Maldive dhe Zanzibar janë bërë shkaktar që qytetarët i sjellin infeksione tropikale në Maqedoninë e Veriut. 8 raste të Nilit perëndimor, 4 raste me malarie, 3 me virusin e dengës dhe 1 me virusin Zika tashmë janë prezente në vendin tonë. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, pas një periudhe 2 vjeçare pas një rast të raportuar, malaria u shfaq sërish me 4 të prekur, ndërsa ministri tregoi për rrezikshmërinë e këtyre infeksioneve. Zika ka një ndikim negativ te gratë shtatzën, dengu është në një ethe hemoragjike, nevojitet kujdes. Ka informacione për malarien se në forma të rënda mund të jetë vdekje prurse. Apel për njerëzit që udhtojnë në Afrikë dhe Oqeanin Indian, veçanërisht në Zanzibar dhe Maldive, që të ndjekin rekomandimet OBSH-s mbi nevojën për vaksinim. Edhe pse përqindjet janë shumë të vogla, është e nevojshme që njerëzit të marrin masa paraprake dhe përveç kësaj ti paralajmërojnë mjekët e tyre familjar dhe specialistët e sëmundjeve infektive që domosdoshmërisht të marrin parasysh historitë e udhëtimit në Afrikë dhe rajonin Oqeanit Indian. Kurse sa i përket Nilit perëndimor, 2 raste janë nga qershori ndërsa të tjerat janë aktuale. Njëri prej infektimeve, siç njoftoi ministri, lidhet me një udhëtim në Greqi, ndërkohë që të tjerët dyshohet se janë transmetuar brenda territorit të vendit. Personi që dyshohet se importoi është rreth të 40-tave, ndërsa pjesa tjetër e pacientëve i përkasin grup moshës 60 deri në 70 vjeç. Rastet i përkasin rajonit të Shkupit dhe Velesit. Tek të 7 rastet, ministri tha se është reaguar sipas procedurave epidemiologjike. Gjegjesisht është bërë dezinfektimi një distance prej 200 metra nga vendi i tyre i banimit, që është një procedurë e rregullt epidemiologjike, ndërsa një person ka refuzuar këtë procedurë. Faza akute e epidemisë në Gostivar po qetësohet, por tani vjen një pjesë që është jo pak e rëndësishme. Mundësia e paraqitjes së viruseve të ndryshme, sidomos hepatitit A dhe E, që shkaktojnë verdhezën. Ministri i Shëndetësisë i bëri thirrje mjekëve amë që të ndjekin gjendjen shëndetësore të pacientëve që do të paraqiten në periudhën e vijim. Lidhur me kërkesën për dorëheqjen e tij nga opozita, Klekovski tha se do të analizohet se si ka reaguar i gjithë sistemi dhe nëse ka bazë të i gatshëm të japë përgjegjësi. Ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski thotë se faza akute e epidemisë në Gostivar po stabilizohet gradualisht. Tani fokusi i autoriteteve sipas ministrit do të jetë faza post-akute, gjithsesi mundësia e paraqitjes së hepatitit A dhe E, si dhe të viruseve tjera. Ai informoi se në 4 ditët e fundit numri i rasteve të reja në Gostivar ka lëvizur midis 80 dhe 125 në ditë, por shtoi se për momentin nuk mund të përcaktohet saktësisht se sa prej tyre lidhen drejt për drejt me epideminë dhe sa përfaqëson gjendje normale shëndetësore, ndërsa ju bëri apel mjekëve amë që të ndjekin gjendjen shëndetësore të pacientëve që do të paraqiten në periudhën e vijim. Lidhur me këtë monitorim të përforcuar shëndetësor, udhëzimet e duara do t'i dërgojnë qendrës së shëndetit publik, institucioneve shëndetësore, mjekëve familjar dhe do të jepen udhëzime për komunikim me popullatën. Është thelbësore të ketë njohje të hershme në mënyrë që të mund të reagojmë në mënyrë të përshtatshme dhe institucionet shëndetësore janë tashmë të përgatitura për sa i përket kapacitetit të testimit dhe trajtimit.
Lidhur me kërkesën për dorëheqjen e tij nga opozita LSDM, Klekovski tha se do të analizohet se si kanë reaguar gjithë sistemi dhe u shpreh se nëse ka bazë është i gatshëm të japë përgjegjësi. Do t'i publikojmë të gjithë të dhënat në mënyrë shumë transparente të cilat janë të verifikueshme. Ne nuk do t'japim deklarata politike si dikush tjetër. Do t'i publikojmë të gjitha të dhënat nga 1 qershori deri tani për 12 vitet e kaluara. Nëse rezulton se ka pasur bazë për të reaguar, të gjithë, përfshirë edhe mua, do të mbajmë përgjegjësi, sepse çështja është të mësojmë diçka nga ajo që po ndodh. Çështja nuk është vetëm të themi se kush është fajtor, duhet të bëjmë diçka që të mos përsëriten më. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, në 24 orët e fundit, edhe 110 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore në Gostivar. LSDM kërkon përgjegjësi penale nga Ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski, pasi siç thon ata 2 herë ka pranuar për gabimet që ka bërë në Gostivar rreth helmimit të qytetarëve nga uji. LSDM thot se sot ministri deklaroi se faza akute e epidemisë në Gostivar po qetësohet gradualisht, ndërsa fokusi tani është në zbulimin e në kohë të hepatitit A dhe E, ndërsa para disa ditëve pranoi se alarmi ishte aktivizuar me vonesë dhe se dritat e kuqe ishin ndezur shumë vonë. Sipas LSDM, si rezultati neglizhencës së pushtetit, i gjithë Gostivari është helmuar dhe mbi 4.000 qytetar janë sëmurë. Uji i helmuar i ka helmuar qytetarët e Gostivarit për 22 ditë. Tani Klekovski pranon edhe shfaqjen e hepatitit, pikërisht atë që profesori Dr. Venko Filipçe e tha që javën e kaluar, se kjo do të ndodhte dhe se ata nuk din të menaxhojnë një krizë. Pranimi i Klekovskit nuk u sjell asnjë dobi qytetarëve, ka ardhur koha të mbahet penalisht përgjegjës. Ajri ndotur po vazhdon të marrë jetë në Maqedoninë e Veriut, vendi kryeson Evropën për numrin e vdekjeve të parakoshme të lidhura me ndotjen e ajrit, ndërsa niveli i grimcave të dëmshme mbetet mbi 4 herë më i lartë se kufiri rekomenduar nga OBSH. Ekspertët paralajmërojnë se pa masa urgjente kjo krizë do të vazhdojë të rrezikojë shëndetin e qytetarëve dhe të rëndojë ekonominë e vendit. Maqedonia e Veriut renditet e para në Europë për numrin e vdekjeve të parakohshme të lidhura me ndotjen e ajrit. Sipas të dhënave të Eurostat për vitin 2023, vendi regjistron 146 vdekje të parakohshme për 100.000 banor, 3 deri në 5 herë më shumë se mesatarja e Bashkimit Evropian, prej 41 vdekjesh për 100.000 banor. Pas Maqedonisë së Veriut renditen Bosnia dhe Hercegovina 139, Serbia 132, Shqipëria 129, Kosova 121, Mali 9, ndërsa dhe Bullgaria 104 dhe Greqia 98 paraqesin nivele të larta. Në anën tjetër të renditjes janë vendet nordike. Finlanda regjistron vetëm 1 vdekje të parakohshme për 100.000 banor, Suedia 2, 3, Norvegjia 4, ndërsa Islanda ka tregues 0. Sipas raportit të fundit të Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, përqendrimi mesatar i grincave PM2.5 në Maqedoninë e Veriut ishte 22.3 mikrogram për metër kub, mbi 4 herë më i lartë se niveli rekomanduar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe më i larti në Ballkanin Perëndimor. OCET thekson se ndotja e ajrit rrit rrezikun nga sëmundjet e zemrës, mushkërive dhe goditjeve në tru, ndërsa rëndon edhe sistemin shëndetësor dhe ekonominë. Burimet kryesore të ndotjes mbeten përdorimi i qymirit për energji, ngrohja e mvisërive me dru dhe lëndë jegëse të ngurta, trafiku dhe emetimet industriale. OECD vlerëson se megjithatë vendi ka përmirësuar monitorimin e ndotjes dhe ka miratuar planin kombëtar për mbrojtjen e ajrit. Nevojiten investime më të mëdha në energji të pastër, transport publik dhe sisteme moderne të ngrohjes për të ulur ndotjen dhe për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve. Partitë shqiptare në pushtet dhe opozit kanë shkëmbyer akuza rreth ligjit për përfaqësim të drejtë adekuat. BDI ka mbuluar se nuk do të lejojë që ky ligj të kalojë. Deputeti Ilir Hasani akuzoi Vleni se, siç tha ai, po përpiqet që ta kontrabandojë këtë ligj në kuvent. Ndërkohë nga Vlen akuzojnë BDI se duke mos e mbështetur këtë propozim, ligj godasi një nga shtyllat themelore të marrëveshjes Kornisë të Ohrit.
Fronti Europian vazhdon të jetë në qendrimin se nuk do ta mbështesë ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Deputeti Ilir Hasani deklaroi se ky ligj ka ngecur pas dhere dhe pret momentin për kontrabandim, diçka që siç theksoi nuk do ta lejojnë. Për ta ligji nuk ka asgjë thelbësore, ndërsa është bazë për mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve dhe bazë e marrëveshjes së Ohrit. Сегашното мнозинство има Shumica tani ka hapur disa seanca dhe i ka lënë të hapura për të gjetur momentin kur ne të opozitës mungojmë të ndonjëra prej seancave dhe të mund të vendos në rendite dhe të kontrabandoj propozim ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Unë e thash edhe dje se neve seriozisht e kemi marrë këtë çështje. Jemi të vendosur për ta mbrojtur konceptin ton se ai ligj nuk duhet të kalon. Ne si opozit e kemi shumicën e badenterit. Ndërkohë Vlen akuzon opozitën shqiptare se duke mos e mbështetur propozim ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, godasin një nga shtyllat themelore të marrëveshjes kornisë të Ohrit. BDI-ja tashmë është e demaskuar plotësisht. Qytetarët prej kohësh u njohin mënyrën e veprimit. Pas retorikës së tyre patriotike kanë mbetur vetëm tenderistë që luftojnë për poste, privilegje dhe mundësinë për t'i mbushur sërish xhepat e tyre. Shqiptarët u treguan një herë derën e opozitës. Nëse vazhdojnë të bllokojnë ligjin për përfaqësim të drejtë dhe të veprojnë kundër marrëveshjes kornisë të Ohrit, do të mbeten në opozit edhe për një kohë shumë të gjatë. Propozim ligji për përfaqësim të drejtë, i cili u miratua nga qeveria më 7 prill, tani është në kuvend. Kryetari i kuvendit Afrim Gashi ende nuk e ka vendosur në rendite për votim. Për miratimin e tij nevojitet shumica sipas parimit të badenterit të vogël, përkatësisht shumica e votave të deputetëve të pranishëm që u përkasin bashkësive etnike. Vendi duhet të krijojë strategji më afatgjate me politikë makroekonomike për të përballur me krizat ekonomike që paraqiten me shpërthimin e konflikteve globale, vlerëson eksperti i ekonomisë Abil Baush. Duke le folur për rritjen e ndjeshme të naftës pas konfliktit të fundit me Hormuzin, ai tha se kriza të tilla paraqesin rrezik për rritjen e çmimeve jo vetëm të derivateve të naftës, por edhe të produkteve të tjera bazë, prandaj ai vlerëson se vendi duhet të investojë më tepër në investime dhe të krijojë politika të qëndrueshme ekonomike. Rritja e çmimeve të derivateve të naftës vazhdon të rëndojë buxhetin e qytetarëve, ndërsa shqetësimet për shtrejtimin e mëtejshëm mbeten të pranishme. A janë të mjaftueshme masat e deritanishme të qeverisë dhe kur mundet të pritet një ulje e çmimeve? Eksperti i ekonomisë Abil Baush tha për televizionin Shenja se konfliktet e fundit me ngushticën e Hormuzit bën që të fillojnë të rriten çmimet e derivateve të naftës, duke shtuar se pasiguritë globale dhe krizat e vazhdueshme, veçanërisht konfliktet që ndikojnë në furnizimin me naftë, paraqesin rrezik për rritjen e çmimeve, jo vetëm të derivateve të naftës, por edhe të produkteve të tjera bazë. Kemi një situatë kur konfliktet, sidomos kjo e fundit me ngushticën e Hormuzit, në shpërndarjen e naftës, në rrjedhën normale të naftës, bën që të fillojnë të rritet çmimi i derivateve të naftës. Po flasim për këtë për arsye se në 25% e botës që e cila merr naftë të tipit të parë, të kualitetit të parë, është nga këtu. Tash mos kemi një kuti, në vende tjera mund kemi naftë, por përpunimi i asaj naftës është shumë më i rëndë dhe kushton më shumë kosto. Dhe kjo bën çdo herë që të kemi një rritje të naftës. Do të thonë konfliktet, ndërprerja e zinxhirit të furnizimit çdo herë do të bëjë jo vetëm për derivatet e naftës, ju kishit krizën edhe të ushqimit, edhe të energjisë etj. Do të vijë çdo herë në pah. Sa i përket masave të ndërmarra nga qeveria, Baush tha se deri tani kanë sjell stabilizim të përkohshëm të çmimeve, por përballimi i krizave kërkon politika më afatgjate dhe një strategji më të qartë ekonomike. Të jemi korrekt, në fillim masat dhanë rezultate, se ishin afat shkurtë dhe menjëherë dhanë rezultate, për arsye se mbajtën një farë stabiliteti të çmimit të derivateve të naftës. Po a janë të mjaftueshme? Ajo duhet të treguhet në një periudhë kohore afat mesme dhe afat gjate. Për fat të keq, ne nuk kemi një strategji adekuate që të mund të amortizojmë këto, të themi këto krizat të cilat na vijnë nga të çfarëdolëshme, domethënë, edhe prej derivateve të naftës, edhe të furnizimit të ushqimit, të zinxhireve të tjera të furnizimit. Domethënë, ne na duhet një strategji më afatgjate, më politikë makroekonomike, më e qartë, më afatgjate që do të japë rezultat.
Ai më tej tha se masat afatshkurtra si kufizimi i çmimeve dhe marzheve të fitimit kanë dhënë rezultate fillestare, por në një periudhë më të gjatë mund të ketë edhe efekte negative nëse nuk shoqërohen me politika të qëndrueshme ekonomike. Ai theksoi se krizat e furnizimit nuk prekin vetëm naftën, por edhe sektor të tjerë, përfshirë ushqimin, pasi ndërprerjet në zinxhirët global të furnizimit ndikojnë në rritjen e çmimeve. Baush vlerësoi se vendi duhet të investojë më shumë në prodhimin vendor të ushqimeve bazë, duke pasur parasysh varësinë e lartë nga importi, si dhe të krijojë hapësirë në buxhet për investime në zgjidhje afatmesme dhe afatgjate. Ndërkohë, kryeministri Hristian Mickoski pret që nga java e ardhshme çmimi i dizelit dhe benzinës të ulët ndjeshëm. Ai tha se po e ndjekin vazhdimisht zhvillimet në tregjet ndërkombëtare dhe në bazë të analizave që do të jenë gati në fund të muajit do të vlerësojnë nëse ka nevojë për masa të reja. Pavarësisht rritjes së çmimeve të naftës dhe benzinës gjatë 2 javëve të fundit, kryeministri Hristian Mickoski deklaroi se Maqedonia e Veriut vazhdon të ketë derivatet më të lira në rajon. Ai tha se qeveria po monitoron lëvizjet në tregjet ndërkombëtare dhe pret që javën e ardhshme të ketë ulje të çmimeve, ndërsa nuk përjashtoi masa të reja nëse do të jetë e nevojshme. Taksat e aksizës analizojnë gjatë një periudhe 2 javore. Gjysma e dytë e muajit pa afrohet drejt përfundimit dhe që të hënën do ta llogarisim mesataren për atë periudhë. Bazuar në këta parametra do të përcaktojnë çmimet e reja të derivateve të naftës. Është pozitive që çmimi ka rënë për 2 ditë me radhë. Sot është stabilizuar në rreth $85-86 për fuqi. Prandaj, pres një ulje më të madhe të çmimit të dizelit dhe benzinës që nga java e ardhshme. Kryeministri tha se qeveria po ndjek nga afër zhvillimet në tregjet ndërkombëtare dhe nuk përjashtoi masa të reja, në varësi të analizave që do të përfundojnë në fund të muajit. Ai tha se duhet pasur parasysh se bëhet fjalë për një produkt që tregtohet në bursë dhe të gjitha shtetet furnizohen nga i njëjti treg. Sa i përket masave të reja, ai shtoi se po presin përfundimin e periudhës deri më 31 korrik. Ai theksoi se një herë kanë ndërhyrë me akcizat dhe pasi të përfundojnë analizat sipas ligjit, do të vendosin nëse do të ndërmarrin hapa të tjerë. Çmimet globale të naftës ranë ndjeshëm pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani ndërprejnë përkohësisht veprimet ushtarake. Brenda një dite, çmimi i naftës Brent ra me 11.3% në $85.87 për fuqi, ndërsa nafta e papërpunuar amerikane u lirua me rreth 7% duke arritur në $82 për fuqi. Kjo përbën një nga rënjet më të mëdha ditore të çmimeve gjatë 2 muajve të fundit dhe surprizoi një pjesë të madhe të pjesëmarrësve në treg. Rënja e çmimeve erdhi pasi ambasadori amerikane në Kombët e Bashkuara njoftoi se SBA-ja për natën e dytë me radhë kishte ndërprerë sulmet ndaj Iranit për t'i hapur rrugën negociatave. Ndërkohë, një zëdhënës i ushtrisë iraniane konfirmoi të dielën se edhe Teherani si masë reciproke kishte pezulluar përkohësisht sulmet në rajon. Siguria në komunikacion mbetet sfiduese në rrugët e Shkupit dhe jo vetëm. Qytetarët e Çajirit sot ishin dëshmitar të 2 aksidenteve me motociklet që kanë ndodhur vetëm brenda disa orave diferencë. Qytetarët vlerësojnë se shpejtësia, përdorimi i telefonit, alkooli dhe mos respektimi i rregullave të trafikut janë ndër shkaqet kryesore të aksidenteve. Siguria në trafik vazhdon të mbetet shqetësuese ndërsa numri i aksidenteve po rritet. Mos respektimi i rregullave të komunikacionit është një ndër shkaqet kryesore të këtyre rasteve. Ditëve të fundit janë rritur aksidentet në trafik. Vetëm sot, kamera e televizionit Shenja ka kapur 2 raste ku 2 motociklistë janë aksidentuar në rrugët e Çajirit në orët e paradites. Në vendngjarje kanë qenë të pranishëm disa qytetarë, të cilët pas kamerës thanë se aksidenti i parë ka ndodhur si pasojë e rëshqitjes së motorit, ku motociklisti me intervenimin e ndihmës së shpejtë është dërguar në spitalin e qytetit. Ndërkohë, për aksidentin e dytë nuk ka informacione të plota se si ka ndodhur ngjarja, por sipas të dhënave paraprake, drejtuesi i motorit është marrë nga ekipet e ndihmës së shpejtë. Ndërkaq, qytetarët shprehen se kohëve të fundit është vërejtur një rritje e numrit të aksidenteve në komunikacion.
Vozitet me shpejtësi, nuk respektohen këmbësorët dhe shpesh krijohen probleme kur njerëzit kalojnë rrugën. Duhet që policia e trafikut të jetë më aktive dhe të bëhen përpjekje më të mëdha për të zvogluar këto probleme. Shkaqet janë telefonat celular, alkooli dhe kjo ndodh më shumë tek të rinjët. Mendoj se nëse njerëzit respektojnë rregullat, nuk është e nevojshme që gjithmonë të fajsohen shoferët. Mjafton që të ketë siguri dhe rregulla të qarta. Nuk ka nevojë për më shumë masa, sepse shteti tashmë ka vendosur siguri dhe kamera në shumë rrugë, por duhet të ketë edhe më shumë kontroll. Së pari mungon sinjalizimi i rregulluar i trafikut dhe pjesëmarrësit në komunikacion nuk i respektojnë gjithmonë ligjet. Jo gjithmonë është kështu. Duhet të ketë më shumë gjoba, sepse vetëm përmes ndëshkimeve mund të rregullohet kjo situatë. Pa gjoba nuk mund të përparoj as shteti në përgjithësi, jo vetëm në fushën e trafikut. Aksidentet në komunikacion vazhdojnë të shkaktojnë pasoja të rënda tek qytetarët, ku vetëm ditëve të fundit, një 41 vjeçare nga Manastiri ka pësuar lëndime të rënda trupore, pasi humbi kontrollin mbi një automjet me 4 rrota dhe u përmbys në rrugën rajonale Manastir-Pelister. Një 38 vjeçar nga Shkupi, i cili po drejtonte një biçiklet, është lënduar në një përplasje me një furgon në rajonin e Shkupit dhe një 29 vjeçar që drejtonte një motociklet të vogël ka pasur lëndime të rënda në një aksident trafiku që ka ndodhur në Shkup. Në një aksion të shërbimeve doganore në kufirin Bogorodic, gjatë një kontrollit të një automjeti transportues të deklaruar për tranzit, janë zbuluar dhe konfiskuar 5.000 pako cigare me vlerë prej 9 milion denarësh. Shoferi kamionit shtetas i Serbisë, i cili kishte tentuar të kontrabandon të cigaret, është arrestuar dhe ndaj tij është ngritur kallëzim penal në Prokurorinë Themelore Publike në Gjevgjeli për veprën penale kontraband, njoftoi drejtoria doganore. Sipas njoftimit, kamioni ishte deklaruar për tranzit nga Greqia drejt Serbisë dhe sipas dokumentacionit të paraqitur transportonte materiale ndërtimore lezhguri. Gjatë kontrollit të detajuar, shërbime doganore zbuluan mbi paletat me mallin e deklaruar 100 kuti të pashënuara, secila me nga 50 pako cigare përkatësisht, gjithsej 5.000 pako cigare pa pulla akcize, të cilët nuk kishin deklaruar. Kryetari i qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjevski, sot ka informuar se nxënësit e vitit të parë të shkollave të mesme për herë të parë do të marrin uniforma falas. Shkolla duhet të jetë një vend ku të rinjët garojnë në dije, përkushtim dhe sukses e jo në atë se kush veshë rroba më të shtrejta dhe prindërit e kujt kanë më shumë mundësi financiare. Dallimet sociale shpesh bëhen shkak për ndarje, diskriminim, madje dhe bullizim. Prandaj po vendosim një masë që krijon një mjedis më të barabartë, më të sigurt dhe më të këndshëm për të gjithë nxënësit. Për herë të parë, çdo nxënës i regjistruar në vitin e parë të shkollave të mesme do të marrë një uniform shkollore falas, ka theksuar Gjorgjevski. Ai theksoi se me këtë masë do të zvoglohen dallimet sociale, do të lehtësohet bara financiare e familjeve dhe nxënësve do të mundsohet të përqendrohen plotësisht në atë që është më e rëndësishme, arsimi, zhvillimi personal dhe ndërtimi i së ardhmës së tyre. Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirupafshi.